Mirë se vini të gjithë në këtë video ku do të zbulojmë një ritual të lashtë, të fuqishëm që ndryshon plotësisht marrëdhënien tuaj me paratë. Sot nuk do të flasim vetëm për ligje financiare apo investime, por për diçka shumë më thellë, energjinë shpirtërore dhe psikologjike që paraja mbartë. Do të mësoni se si të kaloni nga gjendja e frikës, ankthit dhe panikut financiar në një gjendje të thellë qetësie, respektimi dhe tërheqjeje natyrale të begatisë. Ky ritual është i thjeshtë, por kur bëhet me besim dhe konsistencë, rezultatet janë të jashtëzakonshme. Nëse jeni gati të ndryshoni mendësinë tuaj ndaj parave përgjithmonë, vazhdoni të dëgjoni me vëmendje deri në fund. 1. Filozofia themelore e ritualit. Paraja nuk është thjesht letër, numra në ekran ose monedha metalike. Paraja është energji e pastër që mbart emocione, qëllime dhe vibracione. Kur e ndjekim parën me frikë, panik dhe mendime si nuk kam kur mjaftueshëm, ajo largohet si ujë që rrjedh mes gishtërinjve. Kur e trajtojmë me respekt, qartësi, mirënjohje dhe qetësi të brendshme, ajo vjen tek ne lehtësisht dhe qëndron. Mendja e pushtuar nga ankthi bllokon mundësitë, ndërsa mendja e qetë i sheh dhe i kap ato menjëherë. Ky ritual synon pikërisht të pastrojë energjinë tuaj financiare nga frika dhe ta mbush me besim dhe bollë. Çdo herë që kryeni këtë ritual, po i dërgoni universit një mesazh të qartë: unë jam gati të marr dhe të menaxhoj begati me dinjitet dhe mençuri. Pjesa e historisë së kripës. Miq të dashur, para se të hymë në hapat praktik të ritualit, le të udhëtojmë së bashku në kohë, mijëra vjet prapa, për të kuptuar pse kripa e detit nuk është thjesht një mineral i thjeshtë, por një nga substancat më të shenjta dhe të fuqishme që njerëzimi ka përdorur ndonjëherë. Që nga kohët më të lashta, kripa është konsideruar dhuratë hyjnore. Egjiptianët e lashtë e përdornin në procesin e mumifikimit, e përzienin me natron për të ruajtur trupin e të ndjerit për jetën e përtejme. Ata besonin se kripa nuk thjesht ruante mishin, por ruante edhe shpirtin, duke e mbrojtur nga prishja dhe energjitë negative. Për ta, kripa ishte lidhje midis tokës dhe botës së perëndive. Në Greqinë e lashtë, adhuruesit e perëndive spërkatnin kripë mbi kafshët e flijimit. Vestale virgjëreshat, priftëreshat e zjarrit të shenjtë, e përdornin kripën si simbol të pastrimit dhe pastërtisë së plotë. Homeri e quante kripën lëndë hyjnore, diçka që adhurohej pothuajse sa dielli vetë. Tek hebrejtë e lashtë, kripa ishte simbol i beslidhjes së përjetshme midis njeriut dhe Zotit. Në Bibël përmendet të paktën 31 herë. Në tempull, ofertat e ushqimit shoqëroheshin gjithmonë me kripë. Edhe sot, në disa tradita hebraike, buka e shabatit zhytet në kripë si kujtim i asaj beslidhjeje të shenjtë. Fjala salvation, shpëtim, vetë ka lidhje me kripën, sepse kripa simbolizonte përjetësinë dhe paprishjen. Pse funksionon kripa në nivel shpirtëror? Pastron sepse thith energjinë negative si një sfungjer. Mbron sepse krijon një barierë të papërshkueshme. Ruaj sepse simbolizon paprishjen, ajo qëndron e pandryshuar. Tërheq bollëk sepse historikisht lidhej me pasuri, tregti dhe vlerë të lartë. Kur ne përdorim krip deti, jo krip tavoline të rafinuar, po lidhemi me energjinë origjinale të oqeanit, burimit të jetës, pjellorisë dhe lëvizjes së lirë të begatisë. Kripa e detit mban brenda vetes fuqinë e valve, të diellit dhe të erërave që kanë udhëtuar mijëra kilometra, prandaj, në ritualin ton, kjo krip nuk është thjesht një përbërës. Ajo është port midis botës së vjetër të frikës financiare dhe botës së re të bollkut të qetë. Kur e aktivizojmë atë me qëllim dhe besim, po aktivizojmë një fuqi që njerëzimi e ka nderuar për mijë vjeçar. Kjo nuk është bestytni e thjeshtë, është një lidhje e thellë me mençurinë ancestrale që na kujton. Ato që ne i trajtojmë me respekt dhe pastërti, na kthejnë mbrapsht me të njëjtën forcë. 2. Përgatitja, nata para ritualit. Në mbrëmje, para se të flini, përgatitni një enë të pastër prej qelçi ose qeramike, kur plastik ose metal. Vendosni brenda një lugë gjelle krip deti të trash, jo krip tavoline të rafinuar. Kripa e detit ka veti të fuqishme pastrimi,
ajo thith energjit negative, mbron nga mungesa dhe pastëron hapësirën energjetike. Mbajeni enën në duar dhe thoni me zë të qartë dhe bindës, kjo krip përfaqëson pastrimin e plot nga çdo mungesë, frikë dhe bllokim financiar. Ajo më mbron dhe hap rrugën për bollë. Lëreni enën në një vend të sigurt gjatë natës, larg syve të tjerëve. 3. Veprimet e mëngjesit, hapi më i rëndësishëm. Sa po të zgjoheni, para se të hani diçka, të pini kafe ose të prekni telefonin, filloni ritualin. Lani duart tuaja 3 herë me ujë të freskët, herën e parë me dorën e majtë, herën e dytë me dorën e djathtë, herën e tretë me të dyja duart së bashku. Ky veprim simbolizon pastrimin e energjisë së dieshme. Dilni ose hapni dritaren dhe përballuni me dritën e diellit që lind, simbol i fillimit të ri dhe energjisë së bollëkut. Merrni enën me krip dhe mbajeni në lartësinë e zemrës suaj. Mbyllni sytë për disa sekonda dhe vizualizoni qartë atë që dëshironi, të ardhurat të qëndrueshme, pagesa pa stres, mençuri në shpenzime, mundësi të reja financiare, ndjenjë sigurie të thellë. Hidhni pak ujë të pastër mbi kripën duke thënë qëllimet tuaja me zë. Rrotulloni enën 7 herë në drejtim të akrepave të sahatit me gishtin tregues të dorës së djathtë. Gjatë rrotullimit, ndjeni si energjia e qëllimeve tuaja po ngarkohet në ujin me krip, vizualizoni dritë të ardhë që rrethon portofolin, llogaritë bankare dhe jetën tuaj financiare. Përsëritni afirmime pozitive gjatë këtij procesi për të forcuar efektin. 4. Kontakti i drejt për drejt me paratë. Futni të dyja duart në ujin me krip për të paktën 30 sekonda. Ndjeni si kripa po pastron çdo frikë, borxh, mendimi ose bllokim që keni pasur ndaj parave. Pa i tharë duart plotësisht, merrni portofolin tuaj dhe mbajeni fort midis pëllëmbëve. Thuani me zë të fortë dhe bindës, ky portofol është mjet i fuqishëm për mirëqenie, bollëk dhe rregull financiar. Paraja vjen tek unë lehtësisht, qëndron me nder dhe shumohet me mençuri. Flisni me portofolin si me një mik besnik, me respekt dhe dashuri. Ky kontakt krijon një lidhje energjetike të re midis jush dhe parave. 5. Përfundimi i ritualit. Vendoseni portofolin në dritën e drejtë për drejtë të diellit për 10 minuta të plota. Lëreni atë të karikohet me energji pozitive dhe drigë. Hidheni ujin e mbetur me krip jashtë, në tokë ose në lavaman me mirënjohje të thellë. Faleminderit për pastrimin, mbrojtjen dhe hapjen e rrugëve të bollëkut. Mos e hidhni me inat ose nxitim, çdo gjë bëhet me ndjenjë falënderimi. 6. Këshilla shtesë për sukses maksimal. Ruani pastërtinë e fjalës. Për 40 ditë pas ritualit shmangni absolutisht ankesat, fjalët negative ose shprehje si jam i thyrë, par s'ka, nuk mundem. Çdo fjalë negative e anulon pjesërisht efektin e ritualit. Kombinoni ritualin me veprime konkrete. Ulni shpenzimet e kota, krijoni buxhet, kurseni edhe pak çdo ditë, kërkoni mundësi të reja me vëmendje. Rekomandohet ta bëni këtë ritual një herë në javë ose çdo ditë për 40 ditë rresht për të krijuar një ndryshim të thellë në ndërgjegje. Mbani një ditar ku shënoni ndryshimet që vëreni në mendje, emocione dhe situata financiare. 7. Mesazhi përfundimtar. Një mendje e qetë dhe e pastër menaxhon paratë shumë më mirë se një mendje e pushtuar nga ankthi. Qetësia ju lejon të shihni mundësitë që ankthi fsheh. Kur ndryshoni marrëdhënien tuaj të brendshme me parën, realiteti i jashtëm ndryshon natyrshëm. Ju jeni krijues të jetës suaj financiare. Ky ritual është vetëm një mjet i fuqishëm për të aktivizuar fuqinë që keni brenda. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse e provuat ritualin, shkruani në komente se çfarë ndjete dhe çfarë ndryshimesh filluan të shfaqen. Ndajeni këtë video me dikë që ka nevojë për ndryshim financiar dhe shpirtëror. Takohemi në videon tjetër. Qofshi të bekuar me bollëk, qetësi dhe sukses të vazhdueshëm.